Biznesmeni Ergys Agasi dhe Uljan Shpataraku i përjashtuar pak javë më parë nga policia mbahen të izoluar në bllokun e sigurisë në pritje për të dalë të shtunën përpara gjykatës për vlerësimin e kushteve të masës së sigurisë. Mbrojtësi ligjori i Agasit Maksim Haxhia pas takimit me këtë të fundit e cilësoi torturpshme sillen e SPAK që sipas tij pas kaq shumë kohësh ende nuk i ka vënë në dispozicion dosjen hetimore. Është e turpshme që mbas kaq kohësh na vjen në dispozicion dosja se pa dosje s'kemi si të ngrem dhe pretendime. Natyrisht, i mbrojtur prej me zoti Agasi pretendon që është jashtë çdo ngarkese juridike për shkak sepse ai pretendon dhe kjo është një fakt që ai nuk ka prekur financat publike. Ergys Agasi u arrestua në shkëmbin e Kavajës pranë zonës së Plepave, ndërsa shoqërohej nga Uljan Shpataraku, i njohur si krau i djathtë i ish drejtuesit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Proda. Arrestimi i tyre u krye rreth orës 19:40 nga forcat operacionale dhe strukturat vendore të Policisë Durrës. Sipas informacioneve, biznesmeni i njohur që kërkoi nga drejtësia prej 8 muajsh u mbajt në vëzhgim për rreth 3 muaj nga një grup i posaçëm i përbërë nga efektiv dhe agent të Byros Kombëtar të Hetimit. Mbrëmja e së mërkurës ishte momenti i duhur për ndalimin e Agasit, i cili u nis nga qyteti i Elbasanit në drejtim të Durrësit me automjetin e Uljan Shpatarakut që u sekuestrua me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Ky është automjeti i tipit Audi RS6 me vlerë rreth 80.000 euro në pronësi të Shpatarakut që u sekuestrua me vendim gjyqësor, ndërsa ndaj këtij të fundit është ngritur akuza për krahje autorit të krimit. Organi hetues dyshon se Shpataraku e ka ndihmuar gjatë gjithë kësaj periudhe Agasin, madje ka shoqëruar këtë të fundit për të lëvizur i lirshëm, duke u shmangur në këtë mënyrë arrestimet, megjithatë SPAK do të kryejë verifikime mbi këtë dyshim. Dy arrestuarit u morën në pyetje në drejtorinë vendore të Policisë Tiranë pas arrestimit nga 3 agjentë Buros Kombëtar të Hetimit, ku deklarimet e tyre tashmë janë bërë pjesë e fashikujve hetimor. Paralelisht me pyetjen e tyre në zonën e liçenit të thatë ushtruan kontrolle në banesën e Shpatarakut. Ergys Agasi GKK ka firmosur masën arrest në burg në mungesë në 15 dhjetor të vitit të kaluar për veprat penale, konkurenca e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqja e paligjshme e lirisë, shkelja barazisë në tendera, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, pastrim parash dhe korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike më shumë se një herë. Ai dyshohet se paracaktonte tendrat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në kohën kur ky institucion drejtohej nga Mirlinda Karçanaj përmes konkurrencës së pandershme, presioneve, ndikimeve të paligjshme si dhe pengmarrjes. Të njëjtat akuza rondojnë edhe mbi biznesmenin tjetër Ermal Beqira, i cili është arrestuar në Francë dhe pritet të ekstradohet drejt vendit tonë. Për dosjen e akshit përveç Agasit dhe Beqirajt po hetohen edhe një grup biznesmenësh të tjerë, si dhe ish drejtoresha e agjencisë Mirlinda Karçanaj dhe zëvendësja e saj Havadeli Bashi.